Prokuroria ka kërkuar sot nga gjykata themelore në Ferizaj caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh ndaj të dyshuarit KS nga Peja për shkak të dyshimit të veprës penale ngacmimi sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, thuhet në njoftimin e prokurorisë themelore të Ferizajt. Sipas kësaj prokurorie, ekziston dyshim i bazuar se gjatë vitit 2025 në komunën e Shtimës i pandehuri me dashje dhe në vazhdimsi është përfshirë në sjellje të vëmendjes së padëshirueshme, duke e vënë në vëzhgim me qëllim të ngacmimit të dëmtuarën VZ, me të cilën ka qenë në lidhje dashurie. I dyshuari madje kishte vënë 2 GPS për përcjellje të vendendodhjes dhe i ka hapur llogari në rrjetin social Instagram në emër të dëmtuarës, duke postuar fotografi të ndryshme me mbishkrime denigruese dhe duke pretenduar se viktima ofron shërbime seksuale me pagesë. Burri arrestuar ja kishte paraqitur publikisht edhe numrin e telefonit dhe adresën e banimit, e që si rrjedhoi e këtyre veprimeve të dëmtuarën e ka vënë në shqetësim të madh emocional, duke kryer veprën penale ngacmimi nga neni 182 paragrafi 2, thuhet në njoftimin e prokurorisë themelore të Ferizajt. I pandehuri KS që nga data 8 mars 2025 me vendim të prokurorit të shtetit gjendet në masën e ndalimit 48 orësh për veprën penale të lartcekur. Ndërkohë policia rajonale e Ferizajt kishte njoftuar se gjatë muajit të shkurt ishin raportuar 18 raste të dhunës në familje, prej të cilave 12 në Ferizaj, 2 në Kaçanek, 2 në Shtërcë dhe 2 raste të tjera në Han të Elezit. Për krahasim, gjatë muajit të shkurt 2024 ishin raportuar gjithsej 17 raste të dhunës në familje. Në përgjithësi, numri i rasteve të dhunës në familje gjatë muajit të shkurt 2025 ka shënuar një rritje prej 5.8% krahasuar me muajin e shkurt të vitit 2024, thuhet në raportin e policisë për muajin ndërkaq një raport i nëntorit 2024 i grupit për studime juridike dhe politike theksonte se dhuna në familje në Kosovë ka shënuar rritje në krahasim me të kaluarën. Në raportin me titull Ballafaqimi me dhunën në familje në Kosovë, trajtimi institucional ndaj dhunës në familje për periudhën korrekt 2023 – 2024, thuhet se gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 2856 raste të dhunës në familje. 79% e viktimave janë gra, ndërsa vetëm 21% ishin burra.